Qoftë lëvduar Jezu Krishti, mirëmbrëma për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren e dytë. Sot është e diel dhe jemi në javën e 6 gjatë vitit liturgjik. O hy më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdio Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. O dritë trinia lumnueshme dhe njënia kryesore, tani dielli i zjarr tërhiqet, derdhën ndër zemra dritën. Në mëngjes me këngë të lavdeve e në mbrëmje ty të lutemi, lumnia jonë ty lutse, lavdëroft në përgjithë shekujt. Krishtin dhe Atin lusim, të Krishtit dhe të Atit shpirtin, trini e fuqishme së bashku, për gjitha ndis të lutemi. Amen. Antifona e parë, me shtar për amshem është Krishti Zot, aleluja. Psalmi 110, Mesia mbret dhe me shtar. I tha Zoti Zotit emri në të djathtën time, derisa t'i vërë miqtë të tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i lartë i pushtet, në ditën e fuqisate, në shkëlqime të shenjta, nga kraharori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesi s'do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretër i ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të bi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Me shtar për amshim është Krishti Zot. Aleluja. Antifona e dytë. Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Psalmi 115. Lavdi të vetmit hyj të vërtet. Jo neve o Zot, jo neve, por emri tënd jepi lavdi, për ndir të mëshirës sate e të besnikërisë sate. Pse të thonë paganët, ku është hyi i tyre? Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka i pëlqen. Idhujt e paganëve janë argjend e ar, prodhimi i dorës së njeriut. Gojë kanë e nuk flasin, sy kanë e nuk shohin. Vesh kanë e nuk dëgjojnë, hund kanë e nuk nuhasin. Duar kanë e nuk prekin, këmbë kanë e nuk ecin, zë nuk qesin prej gurmazit të tyre. Të tillë qofshin edhe ata që i punojnë, të gjithë ata që shpresojnë në ta. Shtëpia e Izraelit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Shtëpia e Aronit shpreson në Zotin, ai është ndihma dhe mburoja e tyre. Kush e druan Zotin në Zotin shpreson, ai është ndihma e mburoja e tij. Zotit i bie ndërmend për ne e do t'na bekoj. Do ta bekoj shtëpinë e Izraelit, do ta bekoj shtëpinë e Aronit. Do t'i bekoj të gjithë ata që e druajnë Zotin, si të vegjlit ashtu të mëdhenjt. Bëft Zoti e u shumofshi, ju vet e fëmijët tuaj. Ju bekoft Zoti, krijuesi i qiellit e i tokës. Qielli është qielli i Zotit, kurse tokën u adhuroi njerëzve. Jo, nuk janë të vdekurit që të lavdërojnë o Zot, dhe asnjë prej atyre që zbresin në heshtim, por ne që jetojmë ne e bekojmë Zotin, tani e përgjithmonë e jetë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Hyi ynë është në qiell, ai bën gjithçka me fjalën e tij. Aleluja. Antifona e tretë. Shërbëtor të Zotit të vegjël të mëdhenj, lavdërojeni emrin e tij. Aleluja. Kënga krahasojmë librin e Zbulesës kapitullin 19, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbim lavdi dhe pushtet hyj ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja. Aleluja, lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e droni të vegjël të mëdhenj. Aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyi ynë i gjithë pushtetshmi. Aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia tij. Aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e tij. Aleluja. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.
shërbëtor të Zotit, të vegjël e të mëdhenj, lavdërojeni emrin e Tij. Aleluja. Leximi i shkurtër marrë nga letra e dytë e Shën Pali drejtuar Selanikasve, kapitulli 2. Neve na duhet i falenderojmë gjithmonë hyjit për ju, vëllezër të dashur prej Zotit, sepse hyji ju zgjodhi qysh prej fillimit për shërbim që fitohet me anë të veprës shenjtruese të Shpirtit Shenjtë dhe të fesë së vërtetë, në të cilën ju grishi me anë të ungjillit ton, që ta fitoni lumturinë e Zotit ton Jezu Krishtit. Përgjigja e shkurtër: Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e Tij. Zoti është i madh dhe madhërueshme është fuqia e Tij. Urtia e Tij nuk ka kufi. E madhërueshme është fuqia e Tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Zoti është i madh, e madhërueshme është fuqia e Tij. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Ai që do t'i mbajë, do t'i mësoj urdhërimet e mia, do të jetë i madh në mbretërinë e qiellit. Kënga e Virgjës së Lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im e harej brori i Tyjit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim bishërptoren e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i Tij. Mëshira e Tij brezni më brezni. Për ata që e druajnë. E tregoj fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrëzoi princat prej fronëve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë. E të pasurit i nisi duar thatë. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke e sjell në mend mëshirën. Si u pati premtuar etërve tan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Ai që do t'i mbaj e do t'i mësoj urdhërimet e mia, do të jetë i madh në mbretërinë e qiellit. Lutjet e besimtarve. Lavdi Krishti që jeton në amshim dhe ndërmjetëson për shëlbimin atyre që në emër të Tij afrohen Atit, të frymësuar nga kjo shpresë, ti drejtohemi shëlbuesit ton. Le të të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. O Jezus, dielli i drejtësisë, në perëndim të diellit, po të lutemi për të gjithë njerëzit në botë. Le të gëzohen përgjithmonë ty diellit që kurrë nuk perëndon. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Ruaje beslidhjen të cilën e ke vullosur me gjakun tënd hynor. Dhe shenjtroje kishën tënde që të jetë e papërlyer. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Le të bjerë në mend o Zot për bashkësinë që të është kushtuar ty. Le të jetë ajo banesa e lavdisate. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Në rrugën e paqes dhe të lumturisë drejtoj të gjithë udhëtarët. Që shëndoshe mirë t'ja arrin caku të dëshiruar. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Pranoj o Zot shpirtrat e të vdekurve. Jepu pushimin, faljen e mëkateve dhe jetën e amshuar. Le të bjerë në mend o Zot për popullin tënd. Aty ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, ne i fal fajet tona si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bjem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti vetë thua se banon në zemrat e të drejtëve dhe të mirëve. Bëj po të lutemi të jemi të tillë me hirët të tua, që një mend të mund të banosh ndër ne, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqi dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.